أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah Taala फरमाता है, शायद को तर्जुमा ये है. Përkthimi i këtij ajeti është: Allahu i Madhërisëm thot, sigurisht për ju në të dërguarin e Allahut ka një model të shkëlqyer për çdo kënd që shpreson Allahun dhe ditën e ahiretit dhe kujton shumë Allahun. Njëherë dikush e pyeti Hazrat Aishen radhiyallahu anha që të tregonte diçka rreth moralit të lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe rreth shembullit të tij. Ajo u përgjigj: A nuk e keni lexuar Kur'anin e Shenjtë? Aty vet Allahu i Madhërisëm ka dhënë dëshmi për shembullin e tij kur thot: Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sigurisht, o i dërguar, ti qëndron mbi morale madhore. Prandaj, shembuj bëhen vetëm ata që e arrin majen. Sa i përket profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, qoftë në të drejtat e Allahut apo në të drejtat ndaj njerëzve, ai i kishte arritur të dyja në nivelin më të lartë për të cilin vetë Allahu ka dhënë dëshmi. Prandaj Allahu na ka urdhëruar që ky i dërguar të jetë shembulli ynë. Nuk mjafton vetëm ti dëgjojmë fjalët e tij, por duhet edhe të veprojmë sipas tyre. Vetëm besimi nuk mjafton. Kur të veprojmë, atëherë do të arrijmë patjetër atë pozitë për të cilën Allahu e ka dërguar këtë të dërguar. Kjo është përgjegjësia e çdo muslimani dhe e çdo besimtari. Në botë ka njerëz që bëjnë disa vepra të mira ose ndonjë punë që bëhet e njohur dhe për këtë arsye ata bëhen të famshëm, të dalluar dhe marrin shpërblime e çmime të mëdha. Dikush merr çmimin Nobel e dikush në një çmim tjetër. Por këto çmime jepen nga qeveri apo komitete të caktuara. Por nuk ka ndodhur ndonjëherë që një popull i tërë të pajtohet unanimisht për një nderim të tillë. Nderimi i vërtet është ai që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e mori që në rinin e tij përpara se të shpallej profet, kur gjithë populli i tij e quajti të ndershëm dhe të besueshëm. Ai nuk kishte nevojë për ndonjë shpërblim formal, sepse në sytë e njerëzve kishte arritur një pozitë të pakrahasueshme. I gjithë populli i kishte dhënë atë titull. E tillë është pozita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai vetë na ka porositur: ndiqni sunetin tim, praktikën time
sepse Allahu I Madhërisëm mua më ka dërguar për të bërë reform tek ju. Mua më ka dërguar për të përsosur virtytet e larta. Moralin e përsos vetëm ai që zotron të gjitha virtytet. Siç ju thash më herët që Allahu I Madhërisëm vet ka shpallur se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shembulli më I bukur për ne. Prandaj në jetën tonë ne atë duhet ta kemi si epiqendër, në mënyrë që të veprojmë sipas çdo fjalë të tij, sepse çdo fjalë dhe vepër e tij përputhet plotësisht me urdhrat e Kuranit të shenjtë dhe vjen nga Allahu I Madhërisëm. Për çdo cilësi morale që mund ose duhet të ketë një njeri, ose për cilësitë hyjnore të Allahut, gjen shembullin e tyre të plot pikërisht tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Kalifi I dytë I Mesihut premtuar radhiyallahu anhu ka përmendur disa nga këto aspekte të karakterit të profetit në parathënien e tefsirit të Kuranit, pra të libri Jeta e Muhamedit, dhe ato gjenden gjithashtu në libra të ndryshëm të biografisë së tij që kemi në xhamat sot, po I përmend disa prej tyre shkurtimisht dhe herë të tjera kur të më jepet mundësia do t'i shtjelloj më hollësisht. Gjëja e parë është e drejta e Allahut, pra e drejta e adhurimit. Në këtë aspekt, çfarë shembulli shohim tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Shohim se e gjithë jeta e tij ishte e zhytur në dashurinë hyjnore, pavarësisht nga përgjegjësitë e mëdha që kishte mbi supe, vendosjen e një shariati të ri dhe edukimin e njerëzve. Këto ishin detyrat që ai kishte. Hazrat Mesihu premtuar selam ka thënë, siç tha, se ai I shndroi njerëzit e paditur në njerëz të arsimuar dhe më pas në njerëz të lidhur me Allahun, gjë që ishte një punë jashtëzakonisht e madhe. Megjithatë, ai kurrë nuk e harroi të drejtën e Allahut, pra ibadetin dhe adhurimin. Gjatë jetës së tij u përball me vështirësi të mëdha. Mori pjesë në luftra dhe u sulmua nga armiqt, por asnjëherë nuk bëri kompromis në kryerjen e adhurimit, pra të ibadetit ndaj Allahut. Ky është shembulli që kemi edhe ne përpara. Në çdo gjendje synimin duhet ta kemi Allahun. Kur Allahun do ta kemi pikë synim, shumë probleme zgjidhen vetvetiu. Shpesh njerëzit ankohen për problemet e tyre dhe thonë se janë lutur shumë për to, por nuk gjetën zgjidhje. Por në fakt ata nuk I kushtojnë rëndësi të drejtës së Allahut, pavarësisht se I luten Allahut për problemet e tyre. Atëherë njeriu mbetet I privuar. Allahu thotë edhe unë kam të drejtën time. Standardi I adhurimit të profetit sallallahu alaihi wasallam ishte jashtëzakonshëm. Ai çohe për adhurim edhe pas kalimit të gjysmës së natës, gjë për të cilën vetë Allahu ka dhënë dëshmi. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon se njëherë kur e pa atë duke u ngritur për adhurim natën, I tha: "O I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, Allahu të ka afruar tashmë shumë pranë ti. Përse e lodh veten kaq shumë duke kaluar pjesën më të madhe të natës në ibadet dhe duke u lutur me përullësi dhe përgjërim para ti?" Ai ju përgjigj: "Afala akunu abdan shakura?" O Aisha, a nuk duhet të jem rob mirënjohës? Pra ai tha se është e vërtetë që Allahu e ka afruar dhe I ka dhuruar mirësi të mëdha, por a nuk është detyra e tij që sipas mundësisë të shpreh falënderim ndaj tij, sepse falënderimi bëhet pikërisht përballë mirësive. Shikoni se sa shumë e ka bekuar Allahu I Madhërisëm profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E bëri profetin e fundit me shariat dhe mbi të e plotësoi librin e fundit dhe shariatin e plot. Përballë këtij bekimi ai thoshte: "A nuk duhet të jem mirënjohës? Allahu I lartësuar I ka dhuruar begati çdo njeriu sipas gjendjes së tij. Dhe kjo kërkon që njeriu të jetë mirënjohës. E drejta e kësaj mirënjohje është që ne ta ngrejmë nivelin e ibadetit ton, nivelin e adhurimeve tona ndaj Zotit. Njerëzit shpesh pyesin:
edhe të rinjt vinë dhe më pyesin si duhet të adhurojmë Zotin. Çfarë nevoje ka Allahu për adhurimet tona? Përgjigjja është pikërisht ajo që ju thash më herët. Të rinjt të ndikuar nga bota e sotme bëjnë pyetje të tilla. Përgjigjja është pikërisht kjo, që Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për adhurimet tuaja, por mirësitë materiale dhe shpirtërore që Allahu ju ka bekuar juve, a nuk ju kërkojnë që të jeni mirënjohës ndaj Allahut për to? Pra, të jeni robër mirënjohës të tij? Në histori është ruajtur edhe fakti se kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dëgjonte fjalën e Allahut, sytë e tij mbusheshin me lot. Veçanërisht kur dëgjonte ajete që i kujtonin përgjegjësitë e tij. Një herë ai kërkoi Hazrat Abdullah bin Mesudit radhiyallahu anhu që t'i lexonte Kur'anin e shenjtë. Ai e pyeti i habitur se Kurani i ishte shpallur vetë atij, po pra profetit, por ai sërish dëshironte ta dëgjonte edhe nga të tjerët. Profeti ju përgjigj që po, ai pëlqente ta dëgjonte Kuranin e shenjtë edhe nga të tjerët. Hazrat Abdullah bin Mesudi i tha se filloi t'ia lexonte surën An-Nisa, duke lexuar arriti te ajeti që pohon fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. E si do të jetë kur do të sjellim një dëshmitar nga çdo popull dhe ty, o Muhammed, do të sjellim si dëshmitar mbi të gjithë ata. Atëherë profeti i tha të ndalonte. Sahabi thot se pa se nga sytë e tij rridhnin vetëm lot. Kjo sepse ai me siguri po përjetonte ndjenjë të thellë frike, gjithashtu edhe ndjenjë përgjegjësie për popullin e tij që ata të mos bënin vepra që do të sillnin pa kënaqësinë e Allahut dhe që ai, pra profeti, të mos detyrohej të dëshmonte kundër tyre. Nga kjo kuptojmë se edhe ne duhet të kemi frikë që dëshmia e profetit të mos jetë kundër nesh dhe që gjendja jonë të mos zbulojë mëkate që na çojnë drejt ndëshkimit hyjnor. Prandaj duhet të përmbushim të drejtat e adhurimit dhe të krijojmë atë dashuri për Allahun që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe që Allahu e ka urdhëruar në Kuranin e shenjtë. Shembulli i tij në përkushtimin ndaj namazit është i jashtëzakonshëm. Edhe në ditët e fundit të jetës, gjatë një sëmundjeje të rëndë, kur lejohej që namazi të falej shtrirë, ai megjithatë kërkoi ndihmën e njerëzve për të shkuar në xhami. Një ditë kur nuk mundi të shkonte, i dha Hazrat Abu Bekrit urdhrin që të udhëhiqte namazin. Por kur ndjeu përmirësim të vogël, u nis menjëherë drejt xhamis, duke u mbështetur në dy persona. Hazrat Aisha radhiyallahu anha tregon se në atë gjendje këmbët e tij zvarriteshin në tokë. Por rëndësia e namazit me xhamat dhe edukimi i umetit ishin para syve të tij. Prandaj ai e duroi atë dhimbje. E tillë ishte dashuria e tij për Allahun. Shkoi në xhami në atë gjendje. Nuk u kujdes për sëmundjen e tij. Dhe në detyrën e tij për të edukuar njerëzit, ai u tërhoqi vëmendjen ndaj përmendjes së Allahut, ndaj madhërimit të Allahut madhërisht. Në mesin e arabëve, pra arabët kishin zakon që për të tërhequr vëmendjen ata duart trokitnin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e hoqi këtë zakon dhe e zëvendësoi me përmendjen e Allahut. Njëherë kur ai ishte i zënë me një punë dhe hyri koha e namazit, ai urdhëroi që Hazrat Abu Bekri të udhëhiqte namazin. Më pas ai u lirua dhe menjëherë shkoi në xhami. Kur njerëzit e panë se ai kishte ardhur, filluan të duartrokisnin për të shprehur gëzimin. Pra, ndërkohë Abu Bekri
po vazhdonte namazin, sahabët filluan të duar trokisin për të shprehur gëzimin se profeti kishte ardhur nga njëra anë dhe për t'i treguar edhe Abu Bekrit se ai t'ia linte vendin e imamit të dërguarit të Allahut. और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर को तवज्जो दिलाना मकसूद था कि अब Hazrat Abu Bekri u tërhoq dhe ja la vendin profetit sallallahu alaihi wasallam. Pas namazit, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pyeti Hazrat Abu Bekrin, pse ishte tërhequr o Abu Bekr? Ndërsa unë të kisha urdhëruar të drejtoje namazin. Hazrat Abu Bekri, shikoni çfarë përullësie, çfarë sinqeriteti. O i dërguari i Allahut, अल्लाह के रसूल की si mundet në praninë e të dërguarit të Allahut i biri i Abu Kahafas të drejtoje namazin. की तरफ तवज्जो हुए Pastaj profeti ju drejtua sahabëve dhe i pyeti se pse kishin duar trokitur, duke u thënë se në përmendjen e Allahut duar trokitja nuk është e përshtatshme. Gjatë namazit tha, kur ndodh diçka që kërkon vëmendje, në vend të duar trokitjes duhet të thoni me zë subhanallah, sepse kështu vëmendja e të gjithëve vetvetiu do të drejtohet menjëherë tek ajo që po ndodh. Po ashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e pëlqente adhurimin e sforcuar dhe artificial. Pavarësisht se i nxiste njerëzit drejt adhurimit, ai theksonte se në të nuk duhet ketë teprim të sforcuar. Një herë kur vizitoi një shtëpi pa se midis dy shtyllave ishte varur një litar. Pse është lidhur ky litar? E pyeti profeti. Është litari i Hazret Zejnebes, ju përgjigjen të pranishmit dhe than, kur ajo lodhet gjatë adhurimit pra gjatë namazit, mbahet pas këtij litari për të mbështetur. Profeti tha se kjo nuk duhet bërë dhe urdhëroi që litari të hiqej. Ai tha se secili të adhurojë aq sa mund ta bëjë me kënaqësi dhe freski. उतनी देर इबादत किया करे जब तक उसके Kur lodhet, शाशत रहे le të ulet dhe të pushojë. Një adhurim i tillë i sforcuar nuk sjell dobi. वाली इबादत कोई Nga kjo kuptohet se së pari se nën edukimin e profetit कि आपकी edhe sahabiat, तो ये बात जाहिर होती है familjarët नीयत के ज़रिए असर edhe njerëzit e shtëpisë së tij kishin një dëshirë të madhe për adhurim dhe shpesh e vinin veten në vështirësi, por nga ana tjetër ai qartësoi se nuk ka nevojë për raskapitje të panevojshme dhe se adhurimi duhet bërë me qetësi dhe ekuilibër. Kjo megjithatë इबादत nuk do të thotë ajo që disa njerëz sot e keqkuptojnë duke thënë se me që nuk duhet sforcim, atëherë namazi duhet falur shpejt e shpejt sa për të hequr qafe, një detyrim. शुरू हो गए हैं बाज़ दफ़ा कि Ky është një kuptim krejt i gabuar. इसलिए जल्दी जल्दी नमाज Shohim njerëz एक फ़र्ज़ që vinë गले से për ibadet dhe kryen namazin brenda pak minutash मतलब इस बात का लेना शुरू ose edhe në shtëpi पैदा करो e mbarojnë shumë shpejt. आजकल बाज़ Edhe mua më shtrojnë pyetje se si duhet falur namazi. नमाज पढ़ी और फारग हो गए या घरों में नमाज पढ़ते हैं तो चंद मिनटों में फारग हो गए कई दफ़ा मुझे यहाँ Përgjigjja është se namazi duhet falur यहाँ भी लोग me सवाल kënaqësi, me kujdes नमाज किस तरह dhe पढ़नी me चाहिए përkushtim të madh. नमाज इसी तरह पढ़नी Në चाहिए këtë drejtim ekziston një hadith i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ku ai e udhëzoi një sahab 3 ose 4 herë që ta përsëriste namazin. Sahabi kishte ardhur me vonesë në mexhlis. Namazi me xhamat kishte përfunduar kurse profeti sallallahu alaihi wasallam po kuvendonte me sahabët. Personi që erdhi me vonesë falte namazin dhe vinte te profeti sallallahu alaihi wasallam kurse profeti i thoshte ktheu dhe fale përsëri namazin. सहाबी नमाज पढ़ते Kjo ndodhi disa और herë. आपके पास आते Kur sahabi tha se nuk dinte një mënyrë më të mirë për të falur namazin dhe kërkoi udhëzim, दोबारा जाओ नमाज पढ़ो profeti इस तरह i tha 3-4 दफ़ा që ta falte namazin me qetësi, duke përmendur Allahun, कि मुझे इससे बेहतर duke नमाज पढ़ने का thënë तरीक़ नहीं आता। salavatet siç आपको duhet, किस तरह पढ़नी है duke bërë dhikrin e njohshmërisë së Allahut dhe duke e falendëruar अल्लाह Allahun का जिक्र करो dhe duke bërë rukun dhe sejdë siç duhet. Prandaj duhet mbajtur mend se lehtësimi në adhurim nuk do të thotë nxitim dhe pakujdesi. भी याद रखें Nuk është e drejtë ta thuash me që po më zë gjumi ta mbaroj namazin për 2 minuta. ये है कि जल्दी E para një herë namazi në gjendje të pavetëdijshme është i ndaluar. कि आसानी से नमाज Pra, në gjendje që në Kur'an thuhet sukara, në gjendje të pavetëdijshme është i ndaluar, se dhe së dyti, kur të falësh namazin, ऐसी मना नमाज पढ़ duhet ta plotësosh
me detyrim që i takon namazit. Këtë e këshilloi profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte një urrëtie të thellë ndaj shirkut, edhe në çastet e fundit të jetës, kur ishte në dhimbje të mëdha. Ai herë shtrihej në anën e djathtë, herë në anën e majtë, dhe përsëriste: Allahu i mallkoft hebrejnë dhe të krishterët që i kthyen varret e profetëve të tyre në faltore. Me këtë ai nënkuptonte se nëse pas tij muslimanët do të bënin një veprim të tillë, nuk do të meritonin lutjet e tij. Përkundrazi, profeti do të ishte plotësisht i distancuar nga veprimi i tyre. Sot shihet se në Medinë, sepse siç u thash më herët që Allahu do t'i kërkojë dëshmi profetit. Sot shikohem në Medinë, për shkak të rregullave të rrepta, askujt nuk e lejohet të bëjë sejdë apo veprime të tilla pranë varrit të profetit. Por, për fat të keq, në shumë vende të tjera, sheh muslimanë që bëjnë sejdë në varret e shenjtorëve të tyre dhe u kërkojnë atyre ndihmë. Ky është shirk, nga i cili profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar rreptësisht. Nëse kjo është ndaluar në lidhje me vetë profetin, atëherë askush tjetër nuk ka të drejtë që varri i tij të bëhet objekt sejdë. Me bekimin e Allahut, duke pranuar Hazrat Mesiun premtuar alayhis salam, ne jemi të mbrojtur nga këto gjëra, por standardet e adhurimit gjithsesi duhet i arrijmë. Ndërsa te shumë muslimanë të tjerë këto praktika janë ende të përhapura. Allahu i madhrishëm i mëshiroft ata dhe u dhon të mendje e kuptim që të largohen nga shirku. Por ulësia e profetit para Allahut ishte aq e madhe, saqë kur disa njerëz i thanë se ai do ta fitonte patjetër mëshirën e Allahut për shkak të veprave të tij dhe për shkak se Allahu kishte dhënë dëshmi për moralin dhe shembullin e tij dhe e quajti model për të ndjekur nga të gjithë muslimanët, profeti u përgjigj se edhe ai do të gjente shpëtimin vetëm në saje të mëshirës së Allahut. Pra, profeti e refuzoi, pra ju përgjigj me mohim kësaj pyetje dhe tha se, pra përmendet një rrëfim, thuhet se Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: askush nuk do të hyjë dot në xhenet vetëm për shkak të veprave të tija. O i dërguari i Allahut, e pyeta: as ti nuk hyn dot në xhenet për shkak të veprave të tua? Profeti ju përgjigj: as unë nuk hyj dot në xhenet vetëm për shkak të veprave të mia, përveç se nëse më mbulon Allahu me bekimin dhe mëshirën e tij. Ky hadith gjendet në Buhari. Pastaj ai këshilloi që njerëzit të zgjedhin gjithmonë rrugën e mirësisë dhe të kërkojnë afrimin me Allahun dhe i paralajmëroi të mos e kërkojnë vdekjen. Tha, nëse dikush është i mirë nga ju, duke jetuar, ai do të shtojë veprat e mira. Dhe nëse është i keq, duke jetuar, ai do të ketë mundësi për të penduar dhe për të kërkuar falje. Kjo është një këshill shumë e rëndësishme që gjithmonë duhet të kemi parasysh. Pra, asnjëherë nuk duhet ta kërkojmë vdekjen, sepse siç e tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse e kërkon për shkak të vështirësive, mundet që Allahu do të të jap mundësinë për të bërë vepra të mira dhe për shkak të tyre mundet që bota tjetër, pra bota ahiretit, të jetë më e mirë për ty, sepse ty do të falen mëkatet për shkak të mirësive. Po kështu, nëse ke bërë shumë gjunahe, do të kesh mundësinë për të kërkuar falje Zotit dhe kështu do të lirohesh dhe të pastrohesh nga gjunahet. Edhe në këtë mënyrë do të fitosh afrimin me Allahun dhe në botën tjetër, fal bekimit të Allahut, do të gjesh shpëtimin. Sa i përket standardit të adhurimeve që kishte vetë ai, pra profeti, këtë e dëgjuam pak më parë, por ai i udhëzonte edhe të tjerët për ibadet. Në transmetime thuhet se një herë gjatë natës ai vizitoi shtëpinë e dhëndrit të tij Hazrat Aliut dhe të bijes së tij Hazrat Fatimes dhe i pyeti: ai falni namazin e tahajjudit, pra namazin e natës? Hazrat Aliu ju përgjigj: o i dërguari i Allahut, përpiqemi të falim, por ndonjëherë sipas vullnetit të Allahut nuk na del gjumi dhe atëherë tahajjudi na mbetet pa u falur.
Ai I tha, faleni tahajjudin. Dhe pastaj u ngrit e u nis drejt shtëpisë së tij. Gjatë rrugës ai përsëriste vazhdimisht fjalët. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. E që do të thotë se njeriu shpesh nuk pranon gabimin e tij dhe paraqet justifikime të ndryshme për ta mbuluar fajin e tij. Pra ai u tha këtë aty përballë tyre dhe u mësoi edhe njerëzve gjatë rrugës në mënyrë që edhe të tjerët t'ia përcjellnin këtë mësim Hazrat Aliut. Kështu profeti u dha mësimin që nuk duhet t'ia atribuonin gabimin e tyre Zotit, por duhet të thoshin po, gabojmë ndonjëherë, sepse Hazrat Aliu kishte thënë, kur Zoti dëshiron, na zgjon nga gjumi, përndryshe mbetemi në gjumë. Qëllimi I tij ishte të tregonte pse gabimi I vet I atribuoni Allahut të lartësuar. Siç ju thash më herët, profetit as nuk I pëlqente as pak asnjë lloj shtirje apo artificialiteti edhe në adhurim. Ashtu siç ju thash edhe më herët, që kur ai pa në shtëpinë e tij disa litar të varur, I ndaloi duke urdhëruar që litarët të hiqeshin. Parimi I tij ishte se fuqitë dhe aftësitë që Allahu I lartësuar I ka dhënë njeriu duhet të përdoren në mënyrë të drejtë, sepse pikërisht ky është adhurim I vërtet. Ti mbyllësh syt edhe pse I ke, nuk është adhurim, por është fyerje. Po ashtu, keq përdorimi I tyre është mëkat. Sot shohim se në botë ka shumë gjëra, shumë dëshira njerëzore I të ndojnë njerëzit. Nëse nuk u kushtojmë vëmendje atyre, nëse shohim programe, nëse ne u kushtojmë vëmendje atyre, nëse shohim programe të gabuara në televizor, në internet, apo shohim gjëra të papërshtatshme, kjo është mëkat. Ai ka thënë se shmangja nga ky mëkat është gjëja kryesore dhe pikërisht kjo bëhet shkak për shpërblim. Po kështu mbyllja e veshëve nuk është ndonjë vepër e mirë. Allahu I lartësuar I ka dhënë njeriu këtë aftësi, pse ta mbyll atë? Përkundrazi, kjo është fyerje sepse Allahu I ka dhënë një dhunti. Po, dëgjimi I përgojimeve dhe I thashethemeve është mëkat. Ka shumë njerëz që jo vetëm përgojojnë, por edhe dëgjojnë përgojime, dëgjojnë fjalë të gabuara dhe për të tjerët dhe madje kënaqen me to, qeshin duke dëgjuar dobësi dhe gabimet e njerëzve. Këto janë gjëra të gabuara, janë mëkat. Dhe për këtë ai ka thënë se duhet të shmangeni nga veprimet e tilla. Ai ka thënë se morali I lartë do të thotë përdorimi I drejtë I fuqive, I aftësive që ka njeriu. Ti asgjësosh këto fuqi është budallëk. E ti shpërdorosh duke I u përfshirë në punë të paligjshme është shturje, ndërsa përdorimi I tyre I drejtë është virtyt. Kjo është përmbledhje e mësimit të tij dhe po kjo është përmbledhje e jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht për këtë arsye Allahu I lartësuar na ka urdhëruar që ta marrim atë si shembull. Rreth veprave të profetit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu anha thot në një vend se gjatë jetës së të dërguarit të Allahut nuk ka ndodhur kurrë që para tij të hapeshin dy rrugë dhe ai të mos zgjidhte rrugën më të lehtë me kushtin që në zgjedhjen e rrugës së lehtë të mos kishte asnjë shenjë mëkati. Por kur kishte dy rrugë, një e lehtë dhe një e vështirë, ai përpiqej të zgjidhte atë që ishte më e lehtë sepse Allahu I Madhërisëm nuk dëshiron të afus njeriu në vështirësi pa arsye. Por kur ekzistonte dyshimi se rruga e lehtë mund të çonte edhe në ndonjë mëkat, profeti largohej prej saj dhe zgjidhte rrugën më të gjatë. Madje duhet thënë se edhe nëse dyshimi të ishte fare I vogël, ai largohej prej saj në një mënyrë që askush tjetër nuk mund ta bënte. Ai largohej shumë. बल्कि ये कहना चाहिए कि शक जरा सा भी हो जाता तो आप इस तरह दूर भागते थे जो sot në botë she edhe njerëz mashtrojnë të tjerët duke e futur veten në vështirësi, më pas duke paraqitur veprimin e tyre si ushtrim shpirtëror.
dhe si shenjë të veçantë, siç bëjnë disa të ashtu quajtur shehler, qarkullojnë rrëfime të shumta të tyre, por profeti sallallahu alaihi wasallam zgjidhte rrugën e lehtësimit, kurse njerëzit që më kot e fusin veten në vështirësi, e bëjnë vetëm për të dukur dhe për të madhëruar veten ose për të nxitur lavdërimin për veten e tyre. Ata nuk e bëjnë për Allahun, sepse Allahu i Madhërisëm nuk përfiton asgjë nga mundimet e tyre dhe as ata nuk marrin shpërblim prej tyre. Këto bëhen për të mashtruar njerëzit. Kur njeriu bën një punë me qëllim shtirje apo dukje, ai fiton mëkat dhe jo që shpërblehet. Edhe sikur me atë punë ai është duke hequr në një vështirësi. Disa njerëz për t'i fshehur të metat e veta, bëjnë shfaqje dhe thonë se kanë bërë këtë dhe atë, duke u përpjekur të vendosin një perde mbi veten dhe duke kërkuar lavdërime, duke thënë se kanë bërë një punë shumë të madhe dhe se për këtë kanë rënë në vështirësi. Por Allahu i Madhërisëm thotë se këto vepra, pra që i quajnë të mira, nuk i afrojnë me Allahun, përkundrazi bëhen shkak i pakënaqësisë së tij, sepse qëllimi nuk është i pastër. Këto janë mësime të vogla, por domethënëse, që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na i dha me shembullin e tij dhe na këshilloi edhe me fjalë. Sa u përket sjelljes së tij me njerëzit, profeti sallallahu alaihi wasallam e fillonte nga shtëpia. Sjellja e tij me bashortet ishte shumë e dhemshur edhe shumë e drejtë. Sikur njerëzit sot ta kuptonin këtë, shumë grindje dhe probleme familjare do të zgjidhen vetvetiu. Ndonjëherë bashortet i flisnin me ashpërsi ose me zemrim, por ai e kalonte me heshtje ose buzëqeshje. Një ditë ai tha Hazret Aishes radhiyallahu anha: "O Aishe, unë e kuptoj kur ti nuk je e kënaqur me mua." Ajo i pyeti: "Si e kupton?" Ai tha: "Kur je e kënaqur me mua dhe betohesh për diçka, ti thua pasha Zotin e Muhamedit, edhe e thua të mendimin tënd. Por kur je zemëruar me mua dhe të duhet të betohesh, ti thua pasha Zotin e Ibrahimit." Hazret Aisha radhiyallahu anha qeshi dhe duke e vërtetuar këtë, tha se ai kishte kuptuar saktë. Ka edhe ngjarje rreth Hazret Hatijes, bashortës së tij të parë dhe më të madhe, e cila bëri sakrifica shumë të mëdha për të. Pas vdekjes së saj, profeti sallallahu alaihi wasallam u martua edhe me gra të tjera, por megjithatë nuk e harroi lidhjen me Hazret Hatijen radhiyallahu anha. Kur vinin shoqet e Hazret Hatijes, ai qohej për t'i pritur dhe për t'i respektuar. Kur përpara tij vinte ndonjë gjë e përgatitur nga Hazret Hatijja, syt i mbusheshin me lot. Pas betejës së Bedrit, një dhëndër i tij, i cili ende nuk ishte për musliman, u soll si rob lufte. Për të paguar shpagimin, ai nuk kishte asgjë. Gruaja e tij, pra e bija e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur pa se nuk kishte çfarë të dërgonte për lirimin e burrit, dërgoi në Medinë një gjerdan që ishte kujtimi i fundit i nënës së saj. Kur gjerdani u soll para profetit sallallahu alaihi wasallam, ai e njohu dhe syt ju mbushën me lot. Ai u tha sahabëve: "Nuk po ju jap urdhër, sepse nuk kam të drejtë që urdhëroj në këtë çështje, por unë e di se ky gjerdan, kjo varse, është kujtimi i fundit i nënës së Zejnebes. Nëse do të pranoni, do t'ju rekomandoja që vajza të mos privohe nga kujtimi i fundit i nënës së saj." Sahabët thanë: "O i dërguari i Allahut, është kënaqësi e madhe për ne." Prandaj ja kthyen gjerdanin Hazret Zejnebes. Veprat e mira që Hazret Hatijja radhiyallahu anha kishte bërë për profetin sallallahu alaihi wasallam kishte një ndikim aq të madh tek ai, sa ai e përmendte shpesh para bashorteve të tij të tjera. Në lidhje me këtë,
përmendet një ngjarje mes bashorteve ndonjëherë lind edhe xhelozi. Madje edhe nëse ajo bashorte ka ndruar jetë, sepse kur përmendet shumë dhe lavdërohet, lind ndjenja e xhelozisë. Në një rast të tillë ai po përmendte Hazrat Hatijën. Atëherë Hazrat Aisha tha: "O i dërguari i Allahut, pse e përmend gjithmonë atë plak? Lëre tani, mos e përmend më. Allahu i lartësuar të ka dhënë bashorte më të reja dhe më të bukura se ajo." Kur ai i dëgjoi këto fjalë, u emocionua tetë shumë dhe tha: "O Aisha, nuk e di ti se sa shumë shërbim më ka bërë Hatijja." Kur e studiojmë historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, shohim standardin e tij të moralit të lartë. Që pa lindur akoma ai kishte vdekur babai, ndërsa nëna i ndroi jetë që në kohën kur ai ishte fëmijë. 8 vitet e para gjyshi i tij u kujdes për të, e më pas u rit pranë xhaxhait të tij, Ebu Talibit. Xhaxhai kishte merak për nipin, jo vetëm sepse kishte lidhje gjaku me të, por edhe gjyshi në kohën kur po jepte shpirt, ja kishte lënë amanet, duke thënë që të kishte kujdes të veçantë ndaj tij. Për këtë arsye ai e donte shumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndaj edhe kujdese për të. Por nusja e xhaxhait nuk kishte atë dashuri amnore, as nuk ndjente ndonjë përgjegjësi fisnore ndaj tij. Kur sillej në shtëpi diçka për të ngrënë, disa herë ajo u jepte vetëm fëmijëve të saj, duke harruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur Ebu Talibi kthehej në shtëpi, nuk e gjente nipin të brengosur ose duke u ankuar, por shikonte që edhe pse fëmijët e tij hanin diçka, ai qëndronte i vetëm me plot dinjitet. Në këto rastesh, Ebu Talibin menjëherë e kaplonte dashuria ndaj nipit dhe përgjegjësia fisnore. Ai me vrap e merrte, e përqafonte dhe thoshte: "Pse më harroni djalin, pse më lini djalin vetëm?" Hazrat Muslim Maudi, pra kalifi i dytë i xhamatit radhiyallahu anhu, duke sjell këtë rrëfim, pohon: "Kjo ndodhte shpesh, por dëshmitarët tregojnë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ankohej, as nuk shfaqte ndonjë shqetësim në fytyrë, e as nuk i lindi në zemër urrëtie për djemtë e xhaxhait. Këtë gjë e dëshmon jeta e tij e mëvonshme, kur gjërat kishin ndryshuar krejtësisht dhe profeti jo vetëm që mori Aliun dhe Xhaferin nën, pra radhiyallahu anhuma, nën kujdesin e tij, por bëri të gjitha përpjekjet për të mirën e tyre. Sot shohim që ka njerëz që i mbajnë mend gjërat e vogla të fëmirisë dhe vazhdojnë të mbajnë inate, ndërsa profeti gjithmonë zgjodhi mirësjelljen, mëshirën. Madje edhe kur njeriu rritet dhe arrin moshën e pjekurisë, sot shohim se disa njerëz, nëse u duhet të shkojnë të jetojnë tek të afërmit e tjerë, ndonjëherë sepse nuk e kanë baban dhe u duhet të qëndrojnë atje në moshën 14 e 15 vjeç ose për ndonjë arsye tjetër detyruese, nëse u bëhet ndonjë padrejtësi nga të afërm, nuk i harrojnë ato gjëra dhe sa herë u jepet rasti hakmerren. Por profeti sallallahu alaihi wasallam kur nuk u hakmor, përkundrazi, kur ju dha mundësia, i përqafoi, u mor me edukimin e tyre dhe u dha pozitë dhe nder. Tek po kujtojmë virtytet e tij, ju sjell një shembull të durimit. Njëherë një gruaje i vdiq djali. Ajo po vajtonte te varri i të birit, teksa kaloi profeti sallallahu alaihi wasallam pranë saj. Ki durim. Dëshira e Zotit mbizotron gjithçka, e këshilloi profeti sallallahu alaihi wasallam. Ajo nuk e njihte profetin. Prandaj ju përgjigj: po të vdiste ndonjë fëmijë edhe ty si mua, atëherë do të kuptoje se çfarë do të thotë durimi. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam vetëm i tha: jo një, më kanë vdekur 7 fëmijë, dhe pa shtuar asgjë, shkoi më tutje. Pra, në raste të tilla, profeti sallallahu alaihi wasallam na del duke folur për vështirësitë e së kaluarës, por kur nuk u kursye ndonjëherë për shërbimin ndaj njerëzimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte mjaft i vetëpërmbajtur. Edhe gjatë kohës kur Zoti i Lartësuar e kishte bërë mbret, ai priste dhe dëgjonte çdo kënd. Madje edhe nëse tjetri ashpërsohej, ai vetëm heshte dhe asnjëherë nuk i përgjigjej ashpërsisë me ashpërsi. Muslimanët profetin sallallahu alaihi wasallam e thërrisnin jo me emër,
por me titullin e tij shpirtëror duke përdorur fjalët o i dërguari i Allahut. Kurse jo muslimanët i përmbaheshin zakonit aziatik për ta nderuar atë, edhe ata nuk e thërrisnin me emrin Muhammed, por me nofkën e tij Abul Qasim, që do të thotë babai i Kasimit. Kasimi ka qenë djalë i profetit sallallahu alaihi wasallam, që kishte ndëruar jetë. Një herë, një hebre kishte ardhur në Medinë dhe kishte bërë debat me profetin. Gjatë polemikës ai vazhdimisht i drejtohej me fjalët: "Ore Muhammed, unë them ashtu, ore Muhammed, unë them kështu", e të tjera. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam pa shprehur asnjë lloj pakënaqësie, i përgjigjej për të gjitha pyetjet, por sahabëve po usose durimi duke parë vrazhdësinë e hebreut. Më në fund, njëri prej tyre ndërhyri dhe i tha: "Mbaje gojen dhe mos ju drejto profetit me emër. Nëse nuk mund të thuash i dërguari i Allahut, se pak u thuaj Abul Qasim." Hebreu tha: "Jo, unë do të therras me atë emër që i kanë vënë vetë prindërit e tij." Profeti buzëqeshi dhe u tha sahabëve: "Mire ka, prindërit e mi Muhammed më kanë quajtur. Le të më therras si të doje e ju mos u zemroni." Profeti sallallahu alaihi wasallam kur dilte jashtë për në një punë, shpesh e ndalonin njerëz të ndryshëm në rrugë dhe i tregonin nevojat e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u ndahe derisa ata të mbaronin kërkesat e tyre dhe ecte më tutje vetëm pasi kishte biseduar me të gjithë. Po ashtu disa kur i jepnin dorë ja mbanin gjatë dorën. Kjo mënyrë, edhe pse nuk ishte e hijshme dhe krijonte pengesa në punë, profeti asnjëherë nuk ishte i pari që përpiqej për ta tërhequr dorën. Përkundrazi, ai ja linte tjetrit për ta mbajtur aq sa të donte. Ati i vinin nevojtar të çdo llojshëm, që i paraqesin kërkesat e tyre. Nganjëherë qëllonte në një till, të cilit kur profeti i jepte diçka sipas kërkesës, ai për shkak të adetit të tij lakmonte për më shumë, dhe profeti ja plotësonte edhe atë dëshirë. Nganjëherë disa njerëz vazhdimisht i kërkonin dhe profeti çdo herë u jepte diçka. Kur vërente që kërkuesi ishte njëri i sinqert, pasi ja plotësonte dëshirën, e këshillonte duke thënë: "Sa bukur do ishte nëse do të mbështeteshe te Zoti." Kështu, një sahabi sinqert i profetit disa herë i kishte kërkuar para për nevojat e tij. Profeti ja plotësoi dëshirën, por në fund tha: "Qëndrimi më i mirë është që njeriu të mbështetet te Zoti i lartësuar." Personi në fjalë ishte i sinqert, por edhe dinte të respektonte, andaj nuk ja ktheu atë që kishte marrë, por për të ardhmen ju shpreh: "O i dërguari i Allahut, kjo ishte kërkesa ime e fundit. Më nuk do t'i kërkoj askujt asgjë në asnjë rrethana." Më vonë, një herë gjatë betejës, kur zjarri i luftës ishte ndezur fort, ushtat hidheshin, shpatat vringullinin dhe ushtarët i vërsuleshin njëri tjetrit. I njëjti sahab gjende mu në mes të armikut dhe ndërkohë i ra kamxhiku. Një këmsor, duke kujtuar që oficerit mund t'i ndoste në një dëm nëse do të zbriste poshtu për poq, që ta merrte kamxhikun e t'ia jepte sërish, por sahabi menjëherë i tha: "Pasha Allahu në vlla, mos ma prek kamxhikun." Zbriti nga kafsha, e mori kamxhikun dhe vulltas i hipi sërish. Pastaj i tha shokut se i kishte premtuar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që nuk do t'i kërkonte askujt asgjë. E sqaroi gjithashtu që ai edhe pse nuk i kishte kërkuar, por situata po e bënte nevojtar dhe për këtë arsye do dilte i pabes po ta merrte kamxhikun e tij prej dikujt tjetër. Pra, edhe në kohë lufte, punët e tij donte t'i bënte vetë sepse i kishte dhënë besë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. कि मैं किसी से भी कोई सवाल नहीं करूंगा, अगर मैं कोड़ा तुम्हें उठाने देता तो गो मैंने ज़ुबान से तुमसे सवाल नहीं किया था, लेकिन इसमें क्या शुबा था कि ज़ुबान हाल से ये सवाल बन जाता था और ऐसा करना मुझे वादा खिलाफ बना देता. Këto dhe shumë të tjera janë nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam, për drejtësinë e tij, për respektimin e ndjenjave, për kujdesin ndaj të varfërve, për mbrojtjen e pasurisë të dobëtve, për sjelljen e mirë ndaj grave, siç u përmend edhe më herët, si në shtëpi me bashkëshortet, ashtu edhe me gratë në përgjithësi, për shërbimin ndaj njerëzimit, për sjelljen e mirë me fëmijët dhe me të afërmit e të tjera.
Ka gjithashtu shembuj të panumërt se si profeti përpiqej të ruante pasurinë e njerëzve, si përpiqej të mbulonte të metat e tjerëve, çfarë thoshte e çfarë bënte për bashkëpunimin, si u toleronte gabimet njerëzve, si u mbulonte gabimet, çfarë këshillash jepte për të vërtetën, për shmangjen e paragjykimeve, për shmangjen e përgjimit dhe të hulumtimit të kohët, për shmangjen e dëshpërimit, madje edhe për sjelljen e mirë ndaj kafshëve dhe për tolerancën fetare, e të tjera. Të gjitha këto janë mësime të plota për ne, siç ju thash më herët, këto do t'ju përmend inshallah sipas rastit. Sot po e mbyll këtë temë duke lexuar një citim nga Hazret Mesiu premtuar alayhis salam. Ai thot, ai njeri që me qenjen e tij, me cilësitë e tij, me veprimet e tij, me punët e tij dhe me forcat e tij shpirtërore të pastra që ishin por si lumi furishëm, shfaqi shembullin e përcosmërisë së plot në dije e në vepra, në sinqeritetin e qëndrueshmëri dhe u quajt njeri i përsosur. Ai është profeti i bekuar, vula e profetëve, udhëheqësi i të pastërve, Khatamul Murselin, krenaria e të dërguarve, Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Zoti im i dashur, dërgo mbi këtë profet të dashur mëshirën dhe salavatet e tua, që nuk ja ke dërguar askujt që nga fillimi i botës. Allahu i madhërisëm na mundsoft që duke vepruar sipas modelit të tij të përpiqemi të bëhemi musliman të vërtet dhe të jemi edhe bartës të këtij mesazhi në botë në mënyrë që ne ta sjellim botën nën flamurin e tij. Allahu i madhërisëm na mundsoft ta bëjmë këtë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Pas namazit do të fal edhe xhenazen. A ka ardhur xhenazia? Kemi një xhenaze të pranishme, është ajo e të nderuarit laik Ahmed Tahir Sahib, i cili ishte misionari i xhamatit dhe shërbente në Mbretërinë e Bashkuar. Ai ndroi jetë këto ditë në moshën 83 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. I ndjeri kishte bërë vasiat, pra kishte bërë dedikim të 1/10 së pasurisë së tyre për rrugën e Allahut. Ka lënë pas një vajzë dhe 3 djem. Laik Tahir Sahibi lindi në Kadian, në shtëpinë e Hazrat Sheikh Fazl Ahmed Sahib Batalviut radhiyallahu anhu, sahabi i Hazrat Mesiut premtuar alayhis salam. Babai i tij kishte bërë beat në vitin 1907. Pas përfundimit të arsimit të mesëm deri në klasë të 10, pra, në vitin 1959 ai dedikoi jetën në shërbim të fesë dhe u regjistrua në Xhamia Ahmedia të Rabwas. Në vitin 1966 u diplomua nga Xhamia. Gjatë studimeve në Xhamia përfundoi gjithashtu shkollën e mesme, mori diplomën Fazil në letërsi dhe Fazil edhe në gjuhën arabe, ndërsa pas diplomimit nga Xhamia kreu shkollën e lartë për letërsi nga Universiteti i Panjabit. Në korrik të vitit 1967 u dërgua për shërbim në Angli si misionar dhe pati mundësinë të shërbente si zëvendës imam në Xhamin Fazl të Londrës. Në vitin 1970 u kthye në Pakistan. Nën departamentin e Islah u Irshad, shërbeu si misionar në vende të ndryshme, pra në Pakistan. Më pas u transferua në departamentin e tasnifit, pra të botimeve, të shkrimeve. Ai ishte, pra i ndjeri ishte dhëndri i Mevlana Abdul Hamid Nurum Sahibit. Gjatë shërbimit të tij, i ndjeri u emërua edhe pedagog në Xhamia dhe për rreth 10 vjet kreu detyrat e mësimdhënies. Në vitin 1982 u emërua në Vakalet e Tebshir si zëvendës Vekilut Tebshir. Gjatë studimeve në Xhamia, si dhe gjatë shërbimit të tij si misionar në Pakistan, ai shërbeu edhe në Khudamul Ahmedia dhe në organizata të tjera ndihmëse. Në vitin 1986 u dërgua si misionar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në vitin 86, Hazret Kalifi i 4 i Xhamatit Musliman Ahmedia e thirri
dhe emëroi misionar në Glasgow, ku pati mundësinë të shërbente si misionar I xhamatit. Në vitin 2005 u emërua drejtor I xhamias në Mbretërinë e Bashkuar me hapjen e saj. Kozgjatja e përgjithshme e shërbimit të tij arrin rreth 59 vjet. Ataul Mujib Rashid sahibi, imami I Xhamisë Fazl të Londrës, thotë se I ndjeri ishte një shërbyes shumë I suksesshëm I xhamatit, I përkushtuar ndaj Islamit dhe besnik I kalifatit, I cili I përmbushi në mënyrë të shkëlqyer kërkesat e dedikimit të jetës. Ai pati mundësinë të shërbente për një kohë të gjatë me përkushtim të plot, recitonte Kuranin e Shenjtë me zë të bukur dhe me ndikim, dhe në mënyrë shumë tërheqëse I kushtonte vëmendje çështjeve të terbiatit. Në të gjitha xhamatet ku shërbeu la pas shumë kujtime të mira. Ishte shërbyes I dashur I fesë, I cili I donte dhe I respektonte anëtarët e xhamatit. Edhe në fushën e shkrimit la pas shumë vepra. Kishte përqendrim të veçantë te lutjet. Muret e shtëpisë së tij I kishte zbukuruar me fjalë lutjesh. Kishte shumë cilësi të mira. Mubarak Siddiqi sahibi thot, e njihja që nga koha e Rabbas, ishte I dashur, I pastër dhe me mirësjellje që në natyrë. Kishte lidhje shumë të thellë, dashurie dhe besimi me kalifatin dhe me sistemin e xhamatit, dhe këtë ua këshillonte edhe të tjerëve. Bindje të plot ndaj kalifit të kohës, thoshte. Ai thot gjithashtu se gjithmonë mbante me vete një blok të vogël shënimesh, ku sa herë që shite apo dëgjonte diçka të mirë, e shënonte menjëherë. Pra, kudo që nga koha e studimeve ulej në shoqërinë të moshuarve të xhamatit, këtë e kishte si shprehi. Shumë thonje të Hazret Hafiz Mukhtar Ahmed Sahib Shahjan Puri I kishte përmend dhe I tregonte në mejliset e tij. Vajza e tij Qurratul Ain thot se një aspekt shumë I dukshëm I babait të saj ishte mënyra e tij e lutjes. Në lutje kishte një gjendje të veçantë për xhërimi, për ulësie, mbështetje tek Allahu dhe një mënyrë shumë të ëmbël kërkimi nga Allahu I Madhërisëm. Shpesh duke sikur nuk donte të ndalonte së luturi derisa të merrte ndonjë përgjigje nga Allahu. Ajo thotë se edhe sjellja e Allahut ndaj tij ishte e tillë që përmes shumë ëndrave Allahu I Madhërisëm ja tregonte disa gjëra që më parë ai na këshillonte në lidhje me lutjen, duke cituar fjalën e Hazrat Mesih premtues selam, se gjendja e atij që lutet duhet të jetë ai që kërkon le të kërkojë sikur të jetë I vdekur. Domethënë, lutsi duhet të jetë në një gjendje të tillë për ulësie. Kur kërkon në atë gjendje, atëherë Allahu edhe dëgjon lutjen dhe ja plotson kërkesën. Allahu I Madhërisëm e mëshiroft dhe e fal dhe ja lartësoft gradat. Gjenazja e tij është e pranishme dhe pas namazit të xumas unë do të dal jashtë xhamisë për ta drejtuar namazin e gjenazës. Gjenazja e dytë është gjenaze ghaib e të ndjerit Siga Gjalo sahibi, nën kryetar I xhamatit I rajonit Sigo në Mali. Edhe ai ndroi këto ditë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. I ndjeri gjithashtu kishte bërë vasiat. Misionari I xhamatit Tasir sahib shkruan se I ndjeri pati mundësinë të pranojë xhamatin në vitin 1916 pasi dëgjoi një program radiofonik. Më pas ai bëri përparim të madh në besim. Ishte një ahmedian shumë I përkushtuar dhe aktiv. Merrte pjesë me entuziazëm në programet e xhamatit dhe në sakrificat financiare. Çdo ditë vinte në xhami nga larg për namazin e sabahut, të akshamit dhe të yatsis. Kishte lidhje shumë të fortë dashurie dhe besimi me kalifatin. Në vitin 1918 pati mundësinë të përfshihej në sistemin e vasiatit dhe deri në vdekje, në fillim të çdo muaji paguante rregullisht çandan e vasiatit nga paga e tij. Pra 1/10 e pagës së tij. Një herë për 6 muaj nuk mori pagë për shkak të rrethanave, dhe kjo e shqetësoi shumë, sepse nuk kishte mundur të jepte çanda.
kontributin. Më pas Allahu i Madhrishëm i dhuroi lehtësi dhe sapo mori pagën, puna e parë që bëri ishte pagesa e çandës së vasiatit dhe të çandave të tjera. Ai kishte një bashorte dhe 3 djem. Ai u bënte tabligh atyre dhe si rezultat i tabligës, 2 nga djemt u bën ahmedian, ndërsa bashortja dhe një djalë nuk e pranuan xhamatin, gjë që e shqetësonte shumë. Besimi i tij në xhamatin Ahmedia ishte shumë i fortë dhe i palëkundur. Por jo ahmedianët dhe hoxhallarët kishte qëndrim të qartë dhe thoshte se ata nuk mund të kenë sukses nëse nuk e pranojnë Mesiun e premtuar dhe Imam Mehdiun. Ishte gjithashtu shumë aktiv në tabligh dhe në shërbimin ndaj xhamatit. Allahu i Madhrishëm e falt dhe e mëshiroft. और जमात की खिदमत करने वाले भी थे। अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम को सलूक फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر